këtë markave të veshjeve kështu me radhë, patjetër që ekspozohet përmes rrjeteve sociale dhe ti je gjithmonë i aksesueshëm për mi pa ato. Kështu që edhe tendenca me krahasu veten me të tjerët sot është shumë më e madhe se sa në kohën kur teknologjia në fakt nuk është që ka ekzistuar. Prandaj është pikërisht ndoshta një ndër faktorët kryesor teknologjia, po jo domosdoshmërisht e vetmja, sepse edhe në jetën reale ti mund të krahasosh veten me të tjerët gjithmonë me pritshmëritë e larta që ki të vetja dhe gjithmonë vjen stadi i zhgënjimit kur ti nuk mundesh mi mbri çato pritshmëri. Ta diskutojmë se cilat janë shenjat që tregojnë që një farë forme është duke e përjetuar apo thjesht duke e patur këtë ndjesi një person. Po, janë disa faktore ose disa shenja që na japin sinjalin që realisht ne kemi kaluar në stadin FOMO. Një ndër to mund të jetë ideja e pakënaqësisë me gjithçka që ti bën, sepse gjithmonë ti një farë forme e ki idenë e asaj që dëshiron të krahasosh me të tjerët, dëshiron të mbrish në pikën kur ka mbrit të tjerët dhe nuk haron të kthesh kokën nga vetja e të kënaqesh me atë që realisht. Të jesh mirënjohës për gjërat që i ke në realitet. Të jesh mirënjohës patjetër. Për gjërat që i ke, jetu i bo dhe po i përjeton realisht. Mirë, po ne harrojmë të përjetojmë gjërat aktualisht sepse jemi gjithmonë në kërkim të asaj ideales dhe të paarritshmës që dikush tjetër është duke e përjetuar. Prandaj një ndër ta faktor mund të jetë kjo, pastaj mund të jetë ideja që ne vazhdimisht e kontrollojmë telefonin. Dëshirojmë të jemi të updetuar me të rejat dhe zhvillimet e fundit dhe kemi pa aftësinë asaj që neve të menaxhojmë kohën në situatën asaj që ne gjithmonë dëshirojmë të shohim çka ka ndodhur, çka është diçka e re, ku kanë mbri për shembull komuniteti apo rrjeti shoqëror të cilin ty të rrethon në atë rrjet social. Dhe në momentin kur ti je të pamundur të menaxhosh kohën dhe je i varur nga rrjetet sociale, është edhe kjo një lloj mesazhi që t'jap me mendu që në fakt ti ke mbri në stadin FOMO dhe ki të pamundur të gjesh atë organizimin ideal që ti të dish të selektosh çka duhet parë dhe çka jo. Goxha probleme pas ka sjell dhe patjetër kjo realisht me kohë jemi duke i pa shëndetin mendor në mënyrë të drejtë për drejtë në momentin kur kalon në pakënaqësi kronike, sepse të gjithmonë je në kërkim të asaj që dëshiron të vetkënaqësh, po tu e pa tjetrin dhe jo tu e kthy vëmendjen nga vetja. Sigurisht unë besoj që ne duhet të ndërgjegjësohemi dhe të kërkojmë edhe ndihmë psikologjike, pse jo, në momentin kur e kemi të pamundur të vetë organizohemi te kjo pjesë. Është mirë që të kërkojmë ndihmë psikologjike sinqerisht dhe të trajtohemi për me arrit me menaxhu situatën të cilën din të na vështirësoj jetën dhe din të na merr atë lumturinë nga çka mund ta marrim ndoshta çdo ditë nga vetja, nga produktiviteti që ne mund të japim karshi punës, karshi familjes, karshi vetkënaqësisë e kështu me radhë. Po mund të fshihet apo thjesht të mos e ndjenë si domosdoshmërisht humbje, këtë frikën për humbjen një person dhe të ndjej si inspirim, motivim, ambicie, të përzijej me të tjera. Derisa nuk konsiderohet kronike, por ti je i lumtur edhe për ndjek hapat e individit, përpiqesh, atë nuk konsiderohet FOMO. Jo, realisht është inspiruese edhe ty të shtyn edhe është një nxehtës shumë i mirë që ti të mbrish objektivat e tua. Dhe një farë forme të jesh realist dhe jo surreal, mbi kërkesa që ti ke për veten në raport me krahasimin që ti po e bën. Por e besoj që ne realisht duhet të jemi shumë të sinqert me veten, të mundohemi të njohim veten përpara që ta njohim tjetrin dhe ta jetojmë jetën tonë dhe jo të mundohemi të fshihemi gjithmonë pas jetës së tjetrit. Po mirë, çfarë ndikime mund të ketë tani në shëndetin mendor ndjesia e tillë? Kjo frikë